të keq nuk janë pak. Megjithatë, kjo çështja se si do t'i fitoni zgjedhje, të mbetet të shihet pas të dielës. Megjithatë, sa vështirë do t'jetë ndoshta bisedimet, bashkëpunimi me partitë e tjera, duke qenë se të gjitha deri më tani kanë deklaruar se kanë vija të kuqe për lëvizjen vetëvendosje, e prerë ka qenë PDK-ja që asesi nuk pranon bashkëpunim, por në të njëjtin linjë qëndron edhe LDK-ja. Po këto, duke e ditur dëshirën e vetëvendosjes për të qeverisur me LDK-n, pastaj sa e vështirë do t'jetë që të hapet një rrugë për të bashkëpunuar me LDK-n. Jo, nuk mendoj që ka të bëj kjo punë me dëshirë, por nuk kemi pa alternativë tjetër politike, për shkak se PDK-ja ishte tepër kokëforte dhe shumë agresive. Pra po thoni se s'janë të mirë, por s'ka më mirë. Dhe pikërisht për shkak të këtij qëndrimi destruktiv radhën i kryetar, do më thonë, dhe dorëheqim Emri Krasniqin, sepse kjo qasje nuk tregon rezultate. Nuk tregon rezultate. Tash, të kish pas rezultate pozitive, nuk ish do në dorëheqja, ja po. Dorëheqja është manifestim i konstatimit të dështimit, ma mirë me thonë qështu. Edhe PDK-ja tash hyrë në një krizë të re të leadershipit, sepse kanë probleme identitare. Ata një, edhe dyta nuk din qa me bo. Po zgjidhja shumë e thjeshtë. O do është mu të regu konstruktive. Na vetë kemi bo opozit. Kur ka ardhë puna mu urdhëzu qeveria hoti për mes vendimit të gjykatës kushtetuse, ndonë se ne ishim në opozit në atë kohë, dhe bënim opozit të fort, na pa të votu bugjetin e propozu nga qeveria hoti. Edhepsa i bugjet në përmbajtje ishte katastrofal, ishte bugjet apo mbështetje financiare për donatorët e LDK-s. Po e pa të votu, sepse rreziku i mosvotimit ishte shumë i madh dami se sa vota për atë bugjet. E kemi shmang rrezikun që 80.000 qytetar të mos i marrin pagat mujore, do me thonë financimin mujor. Pra, kemi votu pro interesit publik. Këtë qasje konstruktive na nuk e gjetëm. Edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AKK-ja refuzun me marë parasysh votimin e bugjetit Kosovës. Pra ndaj, kur pa kërkojmë në bështetin për këto zgjedhje, po kërkojmë bështetin edhe që mos kemi mo pengesat të tilla në miratimin e bugjetit. Pra këtë pun të krymë me njëherë. Nëse tash janë djetorë zgjedhjet, besoj që derin ka... Pra po thoni se në rast se nuk i fitoni zgjedhjet e vetme, pra mbi 50%, rreziku është që të ballafaqohemi sërish me të njëjtën situatë. Po, unë e po nisëm nëse i marrim seriozisht qëndrimet e tyre destruktive, atëherë neve na mbetet. Gjithmonë nëse opozita nuk i bën numra. Po. Sepse edhe në rast sa ata... Sepse ishte Najit Hasani para disa ditësh këtu në këtë studio ku tha se për ne nuk është me rëndësi nëse do t'i fitojmë zgjedhjet apo jo, me rëndësi është që Bedri Hamza do t'i bëjë 61 numra së bashku me partitë e ish opozitës. Po, pra kjo është edhe formula krizës tre. Ata po e thojnë haptas janë humbës. Po përmes mallvërzimeve dhe marrëveshjeve të dëmshme politike do të arrijnë me e bo një shumicë e cila jo shumë do të... Po, që po supozojmë po botë kjo punë? Po supozojmë. Çka ndodh? Do ta kemi një qeveri të brisht. Do ta kemi një qeveri të pazareve. Do ta kemi një qeveri të shantazhit të brendshëm të atyre partnerëve koalicionit për me shty përpara interesat financiare, sepse këta as për bajrake, as për parime nuk bëhen bashkë. Ta bon për interesat të zhvatis së bugjetit Kosovës edhe shtrirjes së ndikimit në institucionet tona publike. Edhe ajo qeveri nuk ka jetë gjatësi. Kështu ka qenë më herët, ne kemi shembullin të kaluarës. Në krye 2 viteve kemi pas zgjedhje sepse u prishin partnerët mes veti. Nuk u pajtojshin në ndarjen e tallit. Dhe në kujtesa jo na thotë që kjo është formula për një dizastër, ta quajmë kështu, për një situatë tepër të papërshtatshme që ne nuk mund t'ja lejojmë vetit me luksin me pas diçka të tillë përsëri. Prandaj, po kthehemi te ajo që thash. Formula e vetme në Kosovë mbetet rikthimi stabilitetit dhe normalitetit përmes votimit të Albin Kurtit si kryeminist. Partitë e ish opozitës thonë se problematike është tek lëvizja vetëvendosje, sepse edhe bashkëpunimi me ta, duke qenë se ata nuk duan që ta ndajnë pushtetin. Lëvizja vetëvendosje nuk e ka pas kur probleme e do pushtetin. Që për shembull kur ulshëm e diskutu me nisme. Ne pa të mboni ofertë shumë konkrete. Po të thomë, hajde po im në bashkëqeverisje,
Mirë po vota ti më Po pas që ishte absurde në këtë rast. edhe do vota ti mund kishtë qenë edhe